Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio jam së bashku me mezzosopranon Rita Ranko Dervishi, pedagoge e vokalit. Mirëmëngjes Rita, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes dhe jam shumë falenderuese për ftesën tuaj. Unë kam një kënaqësi të madhe që ju kam sot në studio, sepse përveç njohjes së hershme që kemi, Artë Dashësit, ju njohin si një këngëtare lirike, mezzosoprano që ka rrëmbyer shumë herë, të shumta kanë qenë sukseset tuaja në skenë, por njëkohësisht puna, kontributi juaj i përditshëm përmbledhet në ata emocione që i keni dhënë skenës me nxënësit tuaj si pedagoge e vokalit. Kur mendoni gjithë këtë aktivitet, si thoni, puna juaj përmbledhet në punë dhe emocione të përditshme? Sigurisht profesioni ynë nuk mund të konceptohet pa emocione. Pra është i lidhur me punë, vështirësi, lodhje, por fundi me plot satisfaksione. Dhe këto unë kam pas fatin t'i provoj jo vetëm si performuese direkt në skenë, por edhe në punën time pedagogjike me studentët për të nxjerrë pra artista këngëtar. Edhe vërtet është diçka shumë e bukur. Një kontribut, një punë në vite që ka shtresuar shumë suksese. Në radhë të parë dua të pyes si këngëtare, mezzosoprano në performimet tuaja të shumta, të panumërta në skenë, emocione që përmbledhin shumë punë, pjesë që ju keni kënduar, si e konsideroni këtë aspekt të veprimtarisë suaj? Sigurisht sa marrën shkollën vjen me atë pasionin e madh, pra megjithse e mrohesh mësuese, dëshira e madhe është për me kënu në skenë edhe për me vazhdu vazhdimisht për ngritjen profesionale. Dhe sigurisht Shkodra, edhe pse nuk është si kryeqyteti si Tirana, duke qenë djepi i kulturës, ka rujt traditat, trashëgimin, vlerat e këtij qyteti dhe vazhdimisht ne na është dhënë dora dhe mundësia nëpërmjet institucioneve që ekzistonin atëherë, fillimisht që kryesisht ishte qendra, shtëpia e kulturës, sot quhet qendra kulturore. Dhe thash edhe një herë, pra vjen me pasionin e madh dhe krahas punës që bëja në mësim, nuk ja lejoja vetes që mos punoja të paktën një orë në ditë me vokalin tim, duke kriju mundësinë kështu për të dalë në recitale të ndryshme, duke performu me gjithat material që u bë për ato vite në shkollë, duke fillu që nga këngët popullore shkodrane, pra dhe disa këngë bravur që përsa i përket vlerave teknike konkurron edhe me një arje, pastaj me romanca të ndryshme, me arje shqiptare të nga Tonin Harapi, me arje nga operat muzikantëve të mëdhenj botëror si Carmen Habanera, Santuca, Tosca, Sensans, Samsoni, Dalila, e arja Marfës nga Hovanshina, arja Azuqenës nga Trovatore, e tjerë. Çfarë repertori shumë profesional, shumë i bukur, shumë emocionues, do thosha. Sigurisht shkolla e lartë, pra mas një pune në shkollë të mesme, shkolla e lartë është një start tjetër, ku të krijohen mundësit me bë sepse rritet edhe pjekuria, rritet përgjegjësia, krijohen mundësit me pedagog që të afirmuar në skenën operistike shqiptare, edhe ambienti sigurisht koncertet e ndryshme. Po çdo gjë nisi që herët, kishe menduar veten një soliste vokalit të ngritur si mezzosoprano, atëherë kur ishe fëmijë në shkollën 8 vjeçare, 11 janari? Sigurisht fëmijë as nuk më shkonte në përmend, po pasioni ka qenë gjithmonë, ne të gjitha motrat u aktivizoheshim në shtëpinë e Pionerit dhe për çudinë më të madhe të ndjerit Tonin Daia, që ishte instruktor
në shtëpinë e pionerit, Respekt gjithmonë për atë patjetër, mësues. gjithmonë i bënte përshtypje, domethënë pjesëmarrja e jone 4 motrave, por gjithmonë më thote, më lëvdote motrat e tjera për vokalin. Dhe si është jeta, drejtimin në këtë punë e mora vetëm unë. Por kam kënu nërkorë në shtëpi pionerit, po kur s'kam kem kështu e evidentume si soliste, ama në shkollë kam ken e para. Një dëshirë të jashtëzakonshme, bile gjej rastin të falenderoj Henrik Babën, i cili edhe Respekt për punën e këtyre mësuesve. Shumë respekt, me të vërtet punë që vështirë se vinë më i brez. Dhe ai më thash me evidentoj dhe në çdo koncert unë isha pjesëmarrëse. Në klasën e 8 realizohet një operet ku unë kisha si rol kryesor, ishe mësuesja që çojsha fëmijët në ekskursion dhe duke i tregu për pejsazhet, natyrën e Shqipërisë, sigurisht që ai ishte ndërthurur me dialogje, por edhe me këngë. Profesori i nderuar Ferit Bala, i cili është mësuesi im i parë i kantos, vjen rastësisht, apo ishin ato jurit që ju bashin nëpërmjet shkollave 8 vjeçare, dhe më thot pse nuk vjen me konkuru në shkollë, dhe unë me si fëmijë, po pyet kërkam, kam shku, kam konkuru, dhe pra mendi ishte i hapur, por jo me idenë që unë nesër mund bëhem një këngëtare lirike. Bile së mësojshë në shkollë dhe prirjet e mia ishin shumë më të mira në lanë tjeras dhe kryesisht shkencore. Por Ecuria e viteve të shkollës së mesme ka qenë ekselente me sa di. Po, jam përpjek gjithmonë, dëshirën e kam pas për me arrit më të mirën. Dhe rezultate me të thënë drejtën i kam pas shumë të mira, si në lanë të përgjithshme, ashtu edhe ato profesionale. Kemi kanë një klasë jashtëzakonisht e mirë e kantos dhe përsëri gjej rastin të falenderoj profesorin tim, Ferit Bala, i cili i vunin themel bazat e shkollës së kantos dhe ka nxjerr plejadë nxënësash ku ne sot pra mësuesat e kantos që vijum punën më mrapa jena komplet kontribut i profesor Feritit. Por rezultatet ecuria jote të çoi në Institutin e Lartë të Arteve, i cili për ty ishte, si thuash, ai specializimi më i mirë i rrugës së kantos, që vendosi tashmë që ti do të merresh me kanton dhe pedagogjinë e vokalit. Po, ishte një shans i madh dhe privilegj të shkojshe në Akademinë e Arteve. Ashtu Dhe ka unë qenë. më atë vit nga klasa eme në Akademinë e Arteve vetëm më doli. Vitin e parë kishte shku Valentina Hasani nga klasa eme dhe vitin e dytë për 2 vite rresht nuk ishte asnjë nxënës dhe asnjë specialitetit. Pra ishte një fat shumë i madh dhe kjo duhej vlerësu shumë dhe sigurisht e vlerësova me punën time për të shërbyer rrollë për vetes, por edhe për me shpërbry prindëm, që sigurisht se brezi prindët tonë kanë bërë shumë sakrifica. Shumë e vërtetë, shumë e vërtetë. Edhe rezultatet i kam pas mjaft mira dhe jam aktivizu në të gjitha aktivitetet e shkollës, pa diskutim që Akademia e Arteve zhvillote koncerte vazhdimisht, ishin të programuar koncerte të ndryshme recitale dhe gjithmonë kam kënë pjesë e tyre, sepse sigurisht në këto koncerte përfundonin studentat më të mirë, me repertorin e realizu më mirë në për sagjut të ashtu quajtura, pra provimet semestrale edhe vjetore. Po kështu aktivitetet ndryshme edhe kanë kënë aktivitetet të rëndësishme, evente më i rëndësishëm i vitit artistik ishin dekadat e majit, kur në këtë aktiviteti jashtëzakonshëm. I jashtëzakon, pra aty kishte konkurojshin, jo konkurim, ishte takim i grupeve më të mira artistike, amatore dhe profesionale. Pra krahas tyre ndërmarrjeve mi Gjenia, po që ishin konkuronte orkestra radios, konkuronte kori i operës e i baletit, edhe aty aktivitet shumë cilësor. kam kënë pjesëmarrëse.
Rita, kur mbarove studimet, erdhi keq që nuk qëndrove në opera, për shembull në Tiranë, por erdhe në Shkodër. Shkodra natyrisht ishte natyrisht një rreth i vlerësuar, po. Po, në raport me Tiranën, sigurisht. Unë me të thënë drejten, zëri i mezzosopranos për fatin tim, jo sa është merite imja, është pak më i rrallë, sepse Është regjistri. Është regjistri që gjendet më me pakicë, sepse soprano ka shumë për vetë karakteristikat vokale të femnës. Dhe ishte mundësia, unë bile mbrojtjen e diplomës e kam banë e teatrin e operas, por përderisa unë deri në atë kohë nuk isha e stabilizume, unë vaja jetën e një konviktore, fillova ta nisha veten keq në punë, konvikt, pastaj ishte edhe një mentalitet tjetër. Dhe atëherë thash, vendosa me ardhë në qytetin tim. Ndërkohë, dy ishin hapësirat e punës suaj, puna me skenën, me vokalin tënd dhe puna me nxënësit. Si kanë bashkëjetuar këto dy aktivitete që gjithmonë ushqejnë njëra tjetrën? Sigurisht, për një herë në rrot parë, për të marrë vetën në formë, duhet punosh për ditë. Po vetë profili i punës duke demonstru të vënë në lëvizje. Pra, sa do pedagog i mirë t'jesh, në qoftë se ti nuk demonstron mirë, nuk demonstron sakt, sepse fillimisht nxënësi bëhet një imitues, sepse kantoja nuk është si instrumentat e tjerë që i prek me dorë. Pra, fillon me një bazë, fillimisht me një lloj intuitet, me një aftësi të nxënësit për ta konceptu impostimin, sa fillimisht i duket diçka e pa realizueshme, por që vjen natyrshëm. Dhe detyrimisht pra, edhe për të majt vetën në formë, por edhe për të kene aftë për mëllanjen, unë kam kene detyrume të punoj çdo ditë. Krahas institucionit pra shtëpisë kulturës, pas 90-s u krijun shoqata artistike. Njëna ishte Prengjakova, me dirigent Zotin Gjënshllako, po kështu kam kënë pjesëtare edhe Rozafa Ekspresion me kompozitorin Zef Çoba. Pra, fillimisht me koncertet recitale, kam pas koncert maestër Gjënshllakun, të cilin e vlerësoj shumë, jo vetëm për dashamirësinë dhe dëshiren për t'u gjetë dhe për të nxit, bile shpeshherë ka kënë nxitje e jona, por edhe për aftësitë e tia si koncert maestër. Kam kënë jashtëzakonisht e kënaqur. Njëkohësisht edhe për vetë organizimet që realizota i përmjet shoqatës, kur gjithmonë më ka kriju mundësin për të performu si soliste, por kam shku me modestin më të madhe edhe si koriste, duke interpretu zbashkut me nxënësat e mi, biles erdhi një kohë që komplet kori ishte me nxënësat e mi, sepse unë ishe mësusja vetë me që kisha 35 vite në këtë shkollë, dhe të gjithë nxënësat e mi gjeshin me shtetje dhe fillun t'i krijohej mundësia që të deputonin me këtë grupë. Ju e thoni disi, modestisht, disi kalimthi, 35 vite në shkollë, nuk janë pak. Një njeri që qëndron në një detyrë 35 vite, i e pasaj shpirtin, jetën, emocionet, çdo gjë që pulson në ditën e tij, çdo gjë që lidhet me, jo vetëm me profesionin, po lidhet me dashurinë e madhe që ke për muzikën, për nxënësit, për performancat e tyre, për emocionet që ata paraqesin në skenë, për çdo hap që ata hedhin. Ke patur një ecuri të mrekullueshme. Nuk e di nëse ndonjë mësues tjetër ka patur 35 vite në të njëjtin vend, në të njëjtin profil, nuk e di, mbase janë, por jenë ndër ato që je të dalluar në këtë pikë, Rita, apo janë? Ju falenderoj për komentet. Me thanë të drejten, jam e vetë mësuese që kam pas fatin të jem 35 vite po shkput, as një ditë as emigrim, as shkputje në ndonjë shkollë tjetër, dhe kujtoj me nostalgji breza nxënësash të cilët sigurisht mirë njohja më e madhe prej ty na kur i shoh ty performu jo vetëm në skenën e qytetit ton, në skenat e tonë Shqipërisë,
por edhe në skena ndërkombëtare. Sa bukur. Vërtet mbreslanca. Sigurisht, ja tash kohët e fundit lexova një artikull të Gazeta Shekulli ku flite për një nga nxënësit e mia të para, Ana Lushi, soprano lirike, jeton në Rom. Ajo ishte në nxënësit e para të mijat me një vokal të mrekullueshëm, por e kam pas pak debulesë edhe si person, plus dëshira, energjitë e mia atëherë ishin edhe më të mëdha sigurisht me fillime dëshira për të evidentu, për të paraqit me të vërtet atë çfarë mund unë të realizoj edhe në raport me pedagogjinë vokale. Dhe kjo vajzë, krahas koncerteve që ka lanë në Shkodër, ajo pati arritje, por ishte periudha e tranzicionit kur asaj, në fakt ju kriju një mundësi e mirë nga prifet Jozeit të vazhdonte shkollën për letërsi dhe filozofi. U mërzita shumë, por Ana nuk e la kur artin. Pati edhe shansin mori bashkëshortin italian, dhe asaj ju kriju mundësia dhe ka punu me mjeshtra të vokalit në Itali. Dhe ka kenë pjesëtare në shumë konkurse në Itali, bile kohët të fund në La Sapienza në një konkurs vjetor që realizohet për figurat mëdha, jo vetëm të muzikës, po dhe të mjekësisë, sportit dhe në kategorinë e sopranos, kjo ka marrë medaljen e artë. Ajo kënon repertor të ndryshëm, nga Jaret Shkodrane, te arje nga kompozitor, nga gjenit e mlaj të... Pra mendo, nuk ka mbaruar shkollë të lartë për kanto? Atje ka vazhdu, pastaj. Bazën e ka marrë në shkollën. Biles, unë jo për faktin se kam lanë në shkollën e mesme, por duhet vlerësu shumë bazat, sepse vetë për sektorin e kantos, fillimin në klasë të 9 paraqet vështirësi, ku nxënësat ne i marrin bruto, nxënësat njohin fare instrument, nxënësat nuk njohin teorinë e solfezhit, pra ai nuk njeh akoma notat në vija dhe duhet të realizoj një arje antike apo një ushtrim pa njoftur fare notat. Pra në shpeshherë na kthyen mësuesa solfezhit, pra vendosjes, impostimit dhe formimit të tyre për të realizuar jo vetëm material teknik, po edhe trajtim shpresë emocional. Se ndryshe është punosh me instrumentista, unë kam pas fatin të punoj me Elhaj Dadanin. Me Elhaj Dadani fluturonte se ishte pianiste, njifte repertorin, kishte njohuni, kishte kriju idenë e frazës, idenë e interpretimit, asaj vetëm t'i jepshe material, ajo fluturonte. Edhe besoj i ka shërby, por varësisht sa janë rroj dhe gjeti veten. Pra në një profil tjetër, ajo ka konkuruar në konkursin Pjetër Gaci dhe është evidentu si soprano lirike. Mirë, po kjo teknik që ka fitu, i ka lanë mundësia saj me zgjeru, të situr, me knu çdo lloj materialit, apo me ditë si funksionon fryma, apo shumë gjana teknike të vokalit. Ndërkohë që po të hapim albumin, po e them modestisht, të nxënësve tuaj të sukseseve janë emra të tjerë që kanë performuar, që janë evidentuar, që kanë fituar çmime, nuk e di se kë mund të përmendim tjetër. Jo, unë ndoshta e fillova nga majat, desha të flisje pak edhe për Branomir Agovin, sot një tenor që performon në skenat operistike në Europë. Biles ai vjet krijoi u aktivizu në operetën e famshme të Straussit Lakuriçi-Natës, ku kishte rol kryesor, dhe në një intervistë të tij thoshte që unë po performoj me këto idhujt e mi, Armando Klogjeri, Etleva Golemi, sepse ai ishte 24 vjeç kur erdhi, që unë i kam pa si illuj dhe tani s'ma moj, por ai është në një moment që ai ka deri në mars shumë kontrata punet që ja kanë lakmi vetë kolegët e tij austriak. Dhe kjo sigurisht vjen me punë. Me investim shumë, me lodhje, bile thote kur kanë arë kanë pa mas shfaqjes deri te manteli i djersitun si ka mundësi, sepse njerëzit e mendojnë si. Por ai ka ba një zgjidhje të zgjuar, pas bachelori që ka ba, ka kalu në
për specializim tek operetat, e vetmja shkollë që është atje, dhe ka gjithë veten sepse ai zotnot edhe disa cilësi të tjera aktoriale, tip me humor, i shkath, sepse të performosh në opera, në operet, është një veprim kompleks. Kompleks, duhet dish, jo vetëm të kënosh, të shprehesh, por edhe të dialogosh, të kesh diksion të mirë, edhe të kërcesh. Të kesh plastik, po. Ndërkohë që emra të tjerë, si që... Ja, për shembull sot kur erdha pash Blerta Cinen. Ishtë në zonësën të eme, me një za shumë të bukur. Shumë të bukur, biles, diploma asaj është në diplomat më të mira që majma. Me një program të përzgjedhur, si të bukur pra të këndshëm, por edhe të vështirë si material. Edhe ajo ka kënuar shkollën e mesme ka stadiven. Pra janë materiale jashtë për masa, po ka kanë jashtë zakonisht studioze, jashtë zakonisht me grint, bile e ngacmoj shpesh ku shkoj e grint, pse si jep vetës. Ndërkohë që të tjerë këngëtar, siç është për shembull Riad Bashi, apo të tjerë që... Po, jo, do të përmend vjushmëri, një harrova të them edhe Klodiana Brahimi, që ka marru edhe ajo akademin dhe kënon shumë, dhe ajo sot është vendos për me dhanë mësim në shkollën e muzikës. Po kështu Nicoleta Gjeka në Itali ka marru, Emanuela Brunga në Itali, Elida Andreu në Itali, Antonio Zefi në Tiranë, që sot është edhe është korist, por merr vazhdimisht role për tu evidentuar si solist, sepse procedura është e tillë. Atje nuk futesh në opera solist direkt, por rrin disa vite në kori derisa evidentohesh si mas punë, si mas Nicoleta Vokri, ju falenderoj që ma përmend, një vajzë shumë e veçantë, ajo bile vinte nga Mnela, por ajo rezultoi mrekullueshme, bile i ka superu shumë vajza që ishin rrit në qytet dhe kishin pas kushte shumë herë më të mira se ajo, pavarësisht se Nicoleta kishte një lloj trashëgimie. Ajo marrë masterin në Bolognë, kënon jashtëzakonisht bukur, por ajo sot ka shku në Amerikë dhe nuk e di se si do të marrin drejtim punët e saj. Dhe kohët e fundit kam pas breza shumë të mirë. Jashtëzakonisht mirë. Do të përmendi Riad Bashi. Riad Bashi, një fëmijë që ka kënu qysh i vogël, me dhunti tepër të mira, pra me një vokal të mrekullueshëm, por edhe një fëmijë me prind të kujdesshëm që kanë investuar shumë për të, dhe është favor që ati ja kanë kriju mundësinë të punoj dhe me instrumentin e pianos, që është një fat i madh. Dhe një fëmijë që më ka dhënë shumë satisfaksion. Ai që në vit të dytë bana pjesëmarrës në konkursin Mar Kombëtar të lirik, ku performojnë studenta si të shkollave të mesme edhe të akademisë, dhe që në vit të dytë ai mori çmimin e parë për shkollat e mesme, dhe në natën finale ku bëhej konkurrimi me studentave të përzgjedhur nga shkolla pra çmimet e para, dyta, treta të shkollës mesme dhe të akademisë, ai mori çmimin e madh Cezadeja. Pra ishte në vitin e dytë. Pastaj këtu te Pjetërgaci, që edhe ky është një konkurim i përmasave shumë të mëdha, sepse është konkurim Mar Kombëtar, dhe edhe këtu ka marrë çmimin e parë. Po kështu, po në këtë konkurs Francesca Pietri, një mezzosoprano me një vokal të mrekullueshëm, çmimin e parë po në konkursin Pjetërgaci, pra me vite me radhë si mas moshës. Vitin e dytë, çmimin e dytë në konkursin Jorgjia Truja, pra dhe ai ishte çmim prestigjioz. Eugen Marku, duhet ta përmend shumë se dhe ai më ndaroi vitin e fundit, mori çmimin e parë të Pjetërgaci, ndërsa në Tiranë për kategorinë e vet mori çmimin e parë, dhe në konkursin e fundit ai mori çmimin e ekselencës, dhe një tjetër çmim, zëri më i bukur i emërtuar Mentor Xhemali. Janë zërat rrallë që vështirë t'i gjesh to zërat e djemve, edhe për ta i tham kemi arë në fytin tuaj, prandaj shfrytëzone, sepse vetëm e punë ju për të një ardhmë e mirë. Tek bisedon me ju, ka si të mos emocionohesh.
Pse? Sepse i ke parë në vite jo thjesht nxënës, por miq. Me kalimin e viteve si fëmijët tuaj, i ke rritur, i ke blatuar me dashurinë për artin, ju ke dhënë një rrugë dhe ata kanë fluturuar. Kjo është diçka e bukur. Apo jo. Kanë marrë çmime pafund dhe vazhdojnë të jenë furnizues të skenave kombëtare dhe ndërkombëtare, europiane apo më gjërë. Kjo është një meritë e madhe për një mësues, artiste, siç është Rita Ranko Dervishi, e cila i ka jo thjesht në kujtesë, i ka në zemër të gjithë këto nxënës që i ka rritur vetë artistikisht. Sigurisht, jo vetëm unë, po dhe mësuesat tonë kanë kriju marrëdhënie të tilla me ne, sepse të kënosh, pra do të thosh që ti je i qeti herë rreth parë shpirtërisht. Natyrisht. Sa do ta duash në qoftë se nuk i kriju marrëdhënie të mira, në qoftë se rrin para mësuesit nxënësi si në orën e matematikës kur dridhet apo merr katërsht apo zgjidh ekuacionin apo shprehjen, duhet kriju një ambient sa më komod, sa më i mirë dhe sigurisht është ajo që thatë ju, ata i kena konsideru si fëmijët tanë bile ndoshta jemi sakrifikuar më shumë për to se sa për fëmijët me thanë të drejtën. Keni menduar për repertorin si shkon, si mund ta realizoj, ku do të arrijë, të gjithë e curin. Po, dhe barës të shumë emocioneve, sepse në qoftë se kur den skenë, e ke vetën në dorë dhe din ç'a do të bësh, aty të kanë zënë si në dorë. Dhe pra i kena përjetu emocionet, a dash me ba punë paraprake për t'i majt ata në formë, për të kriju ambient, por sigurisht duhen rujt edhe marrëdhëniet e mira mësues-nxënës, sepse adoleshenti është i prirur, mandej po edhe gishtin me të marrë. Prandaj është një marrëdhënie delikate dhe aq e bukur. Edhe në raport edhe me familjen, me njohjen, me ecurinë e jetës, me kushtet që ka për t'i ofruar të gjitha mundësitë, karakterin, po janë të gjitha këto. Por kjo është edhe një benefiti juaj, sepse siç thatë në fillim të bisedës, janë dy fusha, si soliste, si artiste dhe si pedagoge kanë ushqyer njëna tjetrën. Apo jo? Ju keni mbajtur një repertor tuaj në aktiv, apo jo? Po, sigurisht tashun, me këto grupet amatore, shpeshherë amatore konsiderohen përderisa baza është mbi baza amatoreske, sepse jo gjithë kanë kënë profesionist, sigurisht kam majtë repertorët, si që a thash dhe para, repertor që i kam realizu vazhdimisht në koncertet e ndryshme, kam pas o arje, ose numra, sepse shpesh edhe aktivitetet bëhen me tematik dhe do t'i përgjigjesh edhe... Do t'kish i dashur më shumë pa tjetër aktivitet. Në Shkodër, në sferën tuaj, sepse Shkodra është një qytet që ka spektator për të gjithë llojet të artit. Të duar trokasin... Spektator elit. Spektator elit kja noll. Dhe nuk na noll vetëm. Ne çdo trup që vjen me një përgjegjësi shumë të madhe, sepse si pret Shkodra me urinë, përmendni, gjithçka. Por duhet me kanë kënaqur edhe me të vërtetë që njeriu kërkon shumë, por në raport me të gjitha qytetet tjera, ne kena pas mundësinë më të madhe për të performuar, për me plotsu këto. Një zile telefoni ju zgjon dëshirën për të shkuar, për të performuar, ju e keni gati repertorin? Pa tjetër, sigurisht është i flasë edhe me modesti, ndoshta nuk është edhe agrinta e fillimit, por unë them që është më e pjekur. Ja, e pjekur është sigurisht edhe si koncept, por edhe vokali me mosh fillon e ka atë pjekurinë e tij. Por të merr edhe rutina e jetës edhe janë probleme. Unë shpresoj që ky aktivitet ju mbaj gjallë, këto emocione, këto ndjenja të bukura, kjo dëshirë gjithmonë e madhe për të ndjekur nxënësit tuaj, studentët tuaj në sukseset e tyre, të jenë një impuls i bukur i ditëve tuaj e jetës tuaj. Të falenderoj shumë Rita që ishe sot në studio. Po, nëse më krijohet mundësia, megjithëse tash i erdhi punë dhe unë desha shumë të përmendja edhe punën me fëmijët e vegjël, që pata rastin për një periudhë të punoj në një shkollë private dhe në ato kërkesa që kishte Qendra Kulturore e Fëmijëve për të evidentuar fëmijët për të aktivitetin e përvitshëm bilbilat e vegjël, unë gjeta fëmijë të mrekullueshëm.
fëmijë të mrekullueshëm që jo vetëm fituan çmimet të para të Bilbilat, si ishte Klenis Dume, kjo Bruna Sata, Irian Taraboshi, Orsela Dervishi, e të tjerë. I mban mend me emra, sepse janë artistë dhe evidentohen gjithmonë. Edhe fëmijë pastaj se sigurisht kur fiton edhe një emër të ofrohen, Klodiana Vata mori çmimin të parë të Bilbilat, për të gjeni u punova me Savianën, po kështu Gleni arriti që të bite edhe një çmim të madh, çmim gjeni, po bile për të ndihem kaq keq që ai djalë nuk e vazhdoi rrugën e kantos. Zgjolli një profil tjetër, ai po marrën një shkollë tjetër, por ishte tipik me karakteristika vokale të një tenorit, dhe ai kur konkuru me kryevepra botërore, ka kënu Ladona Mobile, ka kënu në atë zaman të asaj furiet si një këngëtar lirik, apo Funicula, o Sole Mio, që me të vërtet e kujtoj me shumë nostalgjie dhe boles. Dhe këto, si që thamë edhe më herët, pulsojnë tek dëshirat tuaja gjithmonë në ndjekje dhe në ofrimin e ndihmës si pedagoge vokali tek këto talente që janë rritur dhe janë zhvilluar në duart tuaja. Të falenderoj edhe një herë. Rita, është do thosha është nevojshme të flasim me ju, me njerëz si ju, që kanë dhënë dhe japin një kontribut kaq të çmuar tek artistët, tek kultivimi i artit, tek rritja dhe zhvillimi i artistëve, dhe që ja kushtojnë të gjitha emocionet, ne e pam gjatë bisedës, të gjitha emocionet pikërisht këtyre artistëve. Të uroj çdo të mirë, shëndet e jetë. Edhe unë ju falenderoj shumë, biles u kënaqa, dhe zorë se do ta kisha këtë ndjeshmëri me një gazetare tjetër, pasi ju jeni e profilit, ju jeni një jetë, keni bërë 35 vjetë, edhe ju 12 vite piano, me nostalgjin, pra nuk mund të diskutosh thjesht me ju. Rita, të uroj shëndet, jetë, mbarësi, gëzime, gjithmonë mirënjohje. Mirënjohja është shumë e madhe që duhet të kemi për mësuesit, për pedagogët, për artistët, sepse ata nuk janë njerëz të zakonshëm. Faleminderit. Faleminderit shumë.